Sot ndjen një shtys të fortë për të vepruar. Është momenti i duhur për të marrë iniciativë në diçka që e ke shtyr prej kohësh. Nuk preti miratimin e të tjerëve, sepse vendimet e tua dalin më të sakta. Nëse ke një ide apo plan, hidhu pa hezitim. Demi, sot kërkohet kujdesen në aspektin financiar dhe praktik. Del një mundësi e mirë, por e analizon me qetësi dhe pa u nxituar. Në marrëdhënie kërkon stabilitet, ndaj shmangët debatet e kota dhe përqendrohesh tek gjërat që të japin sigurim. Binjakët, komunikimi është pika jote e fortë sot. Një bisedë, mesazh apo takim sjell një kthes të vogël, por domethënse në ditën tënde. Nuk nënvlerëson asnjë informacion që të vjen, sepse mund të jetë çelësi për një mundësi të re. Gaforja, sot je më i ndjeshëm se zakonisht dhe kjo ndikon në vendimet e tua. Merr kohë për veten dhe nuk futesh në situata që të ngarkojnë emocionalisht. Një bisedë e sinqertë me një person të afërt të qetëson shumë. Luani, sot ndihesh në qendër të vëmendjes dhe kjo të jep avantazh. Është momenti i mirë për të treguar aftësitë e tua dhe për të marrë vlerësimin që meriton. Kujdes vetëm të mos dukesh shumë dominues, sepse krijon tensione të panevojshme. Virgjëresha, dita kërkon organizim dhe fokus. Nëse i vendos gjërat në rregull që në fillim, arrin të mbyllësh shumë punë me sukses. Nuk humbet në detaje të panevojshme, por mban syt te qëllimi kryesor. Peshorja, një vendim i rëndësishëm të del përpara, mund të ndihesh i pavendosur, por përgjigjja është më e thjeshtë nga sa mendon. I beson intuitës dhe nuk ndikohesh shumë nga mendimet e të tjerëve. Akrepi, energjia është intensive dhe plot surpriza sot. Del një situatë që të zgjon kurreshtjen ose emocionet. Ruaj qetësinë dhe nuk reagon menjëherë, analizon dhe pastaj vepron. Ka diçka më të thellë pas asaj që duket. Shigjetari, ndjen nevojë për lëvizje dhe ndryshim. Edhe një plan i vogël si një dalje apo një ide e re të jep energji pozitive. Nuk qëndron në rutinë sepse çdo hap drejt diçkaje ndryshe të favorizon. Britsjapi, fokusi yt është tek puna dhe objektivat personale. Është një ditë ku bën progrese reale nëse i qëndron besnik planit tënd. Nuk lejon shpërqendrimet të largojnë nga qëllimi sepse rezultatet janë afër. Ujori, mendja punon me shpejtësi dhe kreativitet. Idetë që të vinë kanë vlerë të madhe nëse i zhvillon. Nuk i mban për veten, ndan mendimin me dikë që mund të të ndihmojë ta çosh më tej. Peshqit, intuita është shumë e fortë dhe të udhëheq në situata të ndryshme. Nëse ndjen që diçka nuk është në rregull, i beson asaj ndjesie. Është një ditë e mirë për reflektim dhe për të kuptuar më qartë çfarë do në të vërtetë.